them, po, unë jam shumë e hapur dhe për familjet me partnerët të njëjtin seks, sepse është një realitet që ne nuk e shbëjmë dot. Ata që jetojnë një çift, dy gra që duhen, dy burra që duhen. I pranojmë apo nuk i pranojmë ne, ata vazhdojnë të duhen. Çfarë ne mund të bëj, çfarë një humanist mund të bëj, është që t'i japi të drejta, që ato të kenë të drejta që ta bëjnë jetën siç e bëjmë dhe ne, sepse ne jetojmë në një shekull, fal Zotit tani, që ç'do t'ju bëjmë këtyre njerëzve? Çfarë do t'ju bëjmë? Ata janë. Dikush ka fëmijën, dikush ka vllain, dikush ka motrën. Do t'i çojmë në kampe përqendrimi, siç bëj dikur, do ta mohojnë. Është një probleme shumë të mëdha dhe drama shumë të mëdha. Ajo që ne mund të bëjmë është e para t'i lëmë në punën e tyre. Mos t'ju ashtojmë, dhe e dyta me legjislacion, me të gjithë të drejtat që gëzojnë njerëzit e tjerë, duhet i gëzojnë të gjithë njerëzit, çështjet e grave, të sëmurve, fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara, personave me orientim të ndryshëm seksual, për mua të gjitha janë çështje të drejtave të njerëzit. Të gjithë njerëzit lindin të barabartë, kanë të drejtë të gëzojnë të njëjta të drejta.